përshëndes. Do të flasim ditën e sotme për regjistrimin fillestar të pronave, duke marrë shkas edhe nga një tender i hapur së fundmi nga Agjencia e Kadastrës, që jep të drejtën një kompanie private që të përmbyll këtë proces për veriun e vendit. Në mënyrë të vazhdueshme, edhe më herët pra, është vënë në dukje që ka vështirësi, le të themi, për të përmbyllur praktikën e regjistrimit apo procedurën e regjistrimit fillestar në zonat malore, por edhe përgjatë vijës bregdetare. Kjo për shkak edhe të faktit që ka pretendime nga 2 apo më shumë palë, pra kompleksitetit që kanë çështjet apo pronat përgjatë bregdetit, por sa i takon zonave malore, ajo që e ka vonuar përfundimin e këtij procesi lidhet më shumti edhe me terrenin e vështirë, dhe kjo në një farë mënyrë ka bërë që këto zona të jenë ende zona në cilat nuk është përmbyllur regjistrimi fillestar. Për këtë do të diskutojmë ditën e sotme. Valdrim Pjetri, eksperti i trajtimit të çështjeve të pronave, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje dhe kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Do ta nisim me tenderin e hapur, por përpara se të ndalemi tek ajo që është një angazhim i ri për të përmbyllur procesin e regjistrimit fillestar për tokat bujqësore, të ndara me ligjin 7501 në veri të vendit, por të mbetemi pak tek fakti që çfarë ka bërë të vështirë në gjykimin tuaj. Pse kemi sot një proces të hapur për pjesën, unë përmenda pak terrenin që është i vështirë, por është vetëm kjo arsye që regjistrimi fillestar është i vonuar në këto zona? Kjo është një ndër arsyet që juve thoni, pjesa e terrenit. Faktikisht Shqipëria ka kaluar 85 rreth 90% të Shqipërisë tashmë ka regjistrimin fillestar. Kjo është një punë e bërë vit pas viti në hipotekën e dikushme dhe në ASHK-n sot. 3-4 vitet e fundit ka patur një fokus të shtuar dhe të veçantë pjesa e bregut, pasi dhe pjesa e bregut, kujtojmë komplet nga pjesa Llogaras deri në Borsh, ka qenë pjesë nuk e kishte regjistrimin fillestar. Dhe meqense se interesi për investime në turizëm, hoteleri ka qenë tepër i lartë, detyrimisht edhe ASHK ishte prirur që të angazhonte forcat e veta, investimet e veta. Edhe në mos gaboj, kur nisi ky proces, u tha që ishin evidentuar rreth 16.500 pasuri. Pra përgjatë vijës tonë bregdetare edhe në veri në fillim të Borshit. Meqense pjesa e bregut është drejt përmbylljes, tashmë po shumë drejt pjesës fundore të regjistrimit fillestar, pra rreth 7-8% të Shqipërisë, 10% të Shqipërisë i marrin pjesa e Alpeve të Shqipërisë, kryesisht pjesa veriore, në Shkodër, në Thedh, në qarkun e Kuksit, në qarkun e Dibrës, që janë zona të thella dhe nuk e kanë patur regjistrimin fillestar të kryer. Meqense tashmë Shqipëria është drejt përfundimit të regjistrimit fillestar, ngjelet pjesa fundore që është pjesa e Alpeve të Shqipërisë dhe me sa duket ka ardhur momenti dhe ka ardhur momenti e lidhni këtë edhe me faktin që ka një paket investimi, pra një paket favorizuese për ata të cilët do të investojnë në zonat malore, që është bërë e ditur prej muajsh tani më nga qeveria dhe që i mshohet dhe i është mshuar edhe për gjatë këtyre ditëve nga kryeministri Rama, i cili ka evidentuar faktin që do të jenë 500 aplikantët e parë që do të kenë mundësi që të marrin tapin për tokat e tyre përkundrejt një tarife modeste simbolike, 1 euro dhe përjashtim nga taksat për një periudhë 10 vjeçare. Patjetër që lidhet paketa e maleve, që është nisma më fundit të qeverisë shqiptare, ku motivon kompanitë të ndërtimit, sipermarketit, biznesin që të investojnë në bujtinë, hotelerinë, në pjesën e Alpeve të Shqipërisë, pasi vitet e fundit dhe me rritjen e numrit të turistave, pjesa e Alpeve ka patur një vizitueshmëri të lartë. Dhe kjo ka nxitur edhe bujtinat aktuale, por edhe emigrantë të ndryshëm, të cilët kanë vite që janë në emigrim, të rikthehen në vendet e tyre në tokët e origjinës mbasi disa prej tyre, ose disa të vinë edhe si jo vendali aty dhe të bëjnë investimet të tyre. Mirë po, në qoftë se ne nuk kemi regjistrim fillestar, nuk kemi një dokument pronësie, është e pamundur kryerja një investimi të tillë. Me sa kam informacion dhe kam parë edhe emisionet e juaja, është edhe shoqata e investitorëve në fushën e turizmit, të cilët kanë kërkuar në takime me qeverinë, e kanë ngritur këtë shqetësim dhe është më së drejtë dhe tashmë duket të pasqyruar jo vetëm me ligjin e ri të paketës së maleve, por edhe me nismën e ASHK-s, e cila ka akorduar një fond për fillimin e procedurave të regjistrimit fillestar në zonën e veriut, duke filluar me çfarë që përmendëm më lart. Po, në fakt janë evidentuar 106 zona kadastrale në qarqet Shkodër, Kukës,
Pra qarqe që është e vështirë në një farë mënyrë të aksesohet këto parcela të cilat janë të paregjistruara, duke qenë se janë edhe të fragmentarizuara, pra të shkëputura dhe në distancë nga njëra tjetra. Mendoni që përfshirja një kompanie private për të adresuar këtë problematik është e udhës, sepse po diskutonim pak më parë që praktika të tilla shpesh bëhen nga kompani private, apo jo, nuk është se ka pasur kapacitete vetë Agjencia Kadastrës apo hipoteka e dikushme që të përmbyll tek këtë proces. Ish hipoteka ose kadastri sot ka një drejtori sot që flasim, e cila merret me regjistrimin fillestar dhe përmirësim përditësimin e pasurive të regjistruara tashmë. Por paralel, sipas ligjit aktual, mund të pajtojnë dhe janë pajtuar vazhdimisht dhe është një procedurë përsëritur disa herë më parë, ku ASHK-ja pajton kompani të specializuar në fushën e kryerjes së regjistrimit fillestar me qëllim përfundim në këtyre procedurave, përgatitje një produkt, është një skuadër inxhinierësh pranë drejtorisë ASHK-s, e cila bën verifikimin, shqyrtimin e produktit dhe më pas kalimin e produktit në sistem. Kështu që fakti që është pajtuar një kompani e huaj është diçka e mirë se i shërben procesin dhe ul kohën, minimizon kohën e përfundimit të këtij procesi. Nuk mund ta bënte vetë kadastra një gjë të tillë, pra nuk ka kapacitetet por do ta bënte me një më pak kohë shumë të ndoshta lartë. sepse tenderi është 4.1 milion, rreth 4.1 milion euro. E tham, kadastri ka kapacitetet e veta, por i ka të limituara. E ka të pamundur që të kryejnë edhe procesin e përmirësimit përditësimin, ashtu dhe të përfundojnë regjistrimin fillestar në Republikën e Shqipërisë. Dhe kështu është menaxhimi i ASHK-s, që një pjesë e bën me burimet e veta njerëzore, me këtë drejtorinë që ka në dispozicion, një pjesë tjetër e pajton si shërbim nga jashtë dhe e kryen më shpejt si procedurë. Ndërkohë që ajo që rezulton, ju thoni që edhe për pjesën e Bregdetit, procesi thuajse është drejt përfundimit, pavarësisht të problematikave dhe tipologjisë, le themi, të problematikave që ekzistonin dhe që në një farë mënyre sollën zvarritje të përmbylljes së këtij procesi përgjatë Bregdetit. Se ne jemi të vetëdijshëm për këtë, konfliktet e pronësisë janë më prezente. Prandaj dhe ndodh regjistrimi fillestar, ku në këto 30 vite fatkeqësisht akoma nuk u zgjidh njëherë dhe mirë çështja e pronësisë, sepse gjatë procesit të regjistrimit fillestar është pikërisht kërkesa ligjore, sepse për të njëjtën parcel mund të kemi 2 ose më shumë tituj pronësie. Në momentin e parë që fillon procedura e regjistrimit fillestar, secili nga pretendentët ose titull mbajtësit për një parcel të caktuar shkojnë tek zyra e hapur për këtë qëllim, depozitojnë titullin e vet dhe gjatë menaxhimit të informacionit dhe afishimit 45 ditor afishimit publik sipas kërkesave ligjore, aty konstatohet dhe vlefshmëria e secilit titull. Pra është grupi juristëve që shikon kush nga pretendentët i plotëson kushtet për të pajisur me certifikat pronësie. Por ama një herë që kryhet ky proces, atëherë mbyllen një herë për gjithmonë problematikat nga ana administrative. Patjetër kush ka pakënaqësi ose pretendime të tjera, i adresohet gjykatës e kështu me radhë. Por adresimi në gjykatë nuk ndalon dhe nuk pushon çështjen e regjistrimit fillestar. Ju me drejt thoni që në momentin që kryhet ky proces, ballafaqohen pretendimet e palëve dhe vlerësohet se cila prej tyre ka drejt për regjistrimin e titullit pronësisë. Por nëse do shohim situatën aktuale, rezulton se të paktën një pretendim ky i ngritur edhe nga grupet e interesit, nga shoqatat, të cilat evidentojnë faktin që edhe në rastet kur ky proces ka përfunduar, pra regjistrimi i tokave të ndara me ligjin 7.551 dhe procesi i regjistrimit fillestar, aty ku ka përfunduar, në 80% të rasteve ekziston apo ka dhe janë shfaqur problematika. Nuk më rezulton të jetë një shifër kaq e lartë, sepse së fundmi regjistrimi fillestar po kryhet shumë mirë, sepse mos harrojmë, në vitet 93-4-5, regjistrimi fillestar u bë në mënyrë jo profesionale, dhe ne kemi thënë dhe herë tjera këtë, sepse regjistrimi u bë nga zyra. Nuk dolën kur ekspertët, topografët nuk dolën kur në terren. Duke mos dalë në terren, duke bërë produktin nga zyra me disa harta të vjetra, dhe kur ky produkt jo cilësor kalon në sistem, gjatë këtyre viteve ne jemi detyruar ta përmirësojmë dhe ta përditësojmë këtë produkt jo cilësor. Kurse vitet e fundit, patjetër kemi të bëjmë një produkt cilësor, kompanitë janë më të ndërgjegjshme, ato dalin në terren, bëjnë matje fizike, faktike, dhe ky fakt pasqyrohet pastaj në sistemin e kadastrës. Kështu që nuk besoj të jetë shifra 80%, duhet parë se nuk e besoj këtë shifër. Duhet të jetë shumë herë më ulur. Po edhe në raste të tilla kur
Ndoshta të mbetemi edhe të mos i përfshim shifrat, sepse në fund vitës kjo nuk është matematikë dhe ne nuk duam të japim vetes atribute për të folur në mënyrë eksakte 80, 70% apo 100%. Po për të thënë edhe për ta parashtruar rastin dhe situatën në mënyrë të tillë që në momentin që ka pasaktësi dhe rezulton që regjistrimi nuk është bërë ashtu siç duhet. Çfarë veprimesh ndërmerren në raste të tilla dhe ai qytetar ka pasiguri dhe duhet të ndjehet i pasigurt për pronën që zotron? Në një zonë është bërë regjistrimi fillestar dhe dikush është pretendent sepse pretendon që është mohuar e drejta pronësisë, i drejtohet gjykatës. Dhe kufiri natyror dhe regjistrimi fillestar është po aty, thjesht në qoftë se gjykata gjykon, shqyrton nga aktet, faktet e paraqitura nga pala pretendente mund të bëjnë ndryshimin e titullit të pronësisë, pra mbajtësit të titullit, kurse pjesa tjetër, regjistrimi fillestar është shkruar në mënyrë cilësore dhe në bazë të këtij regjistrimi fillestar që është bërë, shumë prona sot po zhvillohen, kanë hyrë për leje ndërtimit, sepse një në dokumentet kryesore për pajisje me leje është GIS-kadastër, pra pozicionimi gjeografik i pronës, e cilat do kalojnë në zhvillim. Këto janë prona që kanë një siguri juridike, sepse është bula dhe firma e shtetit. Dhe nga kjo siguri juridike jepet një leje ndërtimit, këto prona lihen në bankë si kolateral, shqiten klientëve me kontrata porosie dhe kështu me radhë. Prona futen në tregun e kapitaleve dhe në tregun e qarkullimit të kapitaleve. Por në rastet kur ka pasaktësi, le themi, dhe e vetmja mënyrë është që t'i drejtohen gjykatës për ta zgjidhur këtë, pra nuk mund të korrigjoj kadastra atë që ka shkaktuar apo që është shkaktuar gjatë kësaj kohe? Për sa kohë ka përfunduar një afishim 45 ditor dhe palët pretendente i kanë paraqitur në këtë periudhë që legjitimon edhe ligji në fuqi i kadastrës, ato ose i paraqesin këto ditë ose në momentin që kalojnë 45 ditë afishimi merr formë të prerë, pastaj ekzekutohet duke u prodhuar certifikata pronësie, kartela pasurie dhe fragmentet e hartave për të pajisur pronarët. Sepse gjykoi që problemi më i madh që kanë është problemi hartografik. Pra ka mospërputhje ndërmjet asaj që mund të... Ka pasur mospërputhje, por me regjistrimin fillestar supozohet që i mbyll të gjitha problematikat, qoftë të mospërputhjeve fizike ose mbi vendosjeve fiktive të krijuara në terren, ashtu edhe mbajtësve të titujve të pronësisë. Prandaj RFÖ-ja, sidomos vitet e fundit, është bërë në mënyrë cilësore dhe supozohet që jep zgjidhje të gjitha problematikave të hasura. RFÖ-ja kujt i referohen? Regjistrim fillestar. Regjistrimi. Akronim Okej, tash mos është një kod i ri. E shkurtuar, jo, ka qenë gjithmonë aty në fakt. Okej. Po është mes ekspertëve kjo si terminologji. Është në gjuhën e ekspertëve sa i takon regjistrimit fillestar. Megjithatë, nuk bëhet fjalë sepse unë përmenda dhe nuk është çështja vetëm me pasurive, ndërtesave, regjistrimi fillestar është i çdo pasurie, i çdo prone dhe ne kemi diskutuar dhe një herë tjetër në rastin e pronave shtetërore që po ashtu inventarizimi e regjistrimit të tyre është një proces me rëndësi që ende nuk është përmbyllur, nuk ka përfunduar. Po në rastin e këtyre pra e regjistrimit dhe në rastin e këtyre pasurive të cilat sot rezultojnë me, le të themi, me gabime, pasaktësi, është ndërmarrë edhe një marrëveshje përbashkët, një marrëveshje që është kërkuar edhe nga shoqata e gjeodetëve në mënyrë të vazhdueshme që të bëhen pjesë dhe palë e këtij procesi dhe duket që është finalizuar tani së fundmi me vullnetin e mirë edhe të drejtoreshës aktuale të Agjencisë së Kadastrës. Mendoni që do ta orientojë drejt zgjidhjes këtë problematik përfshirja e gjeodetëve? Jam bërë me dije me marrëveshjen e lidhur me SHK-s dhe shoqatës së gjeodetëve, e përgëzoj këtë marrëveshje të lidhur. Se kanë kërkuar vazhdimisht jenë palë. E përgëzoj këtë marrëveshje të lidhur, mendoj që është një vlerë e shtuar, pasi shoqata e gjeodetëve përbëhen nga njerëz profesionistë, inxhinier me instrumentat e duhur, njerëz të strukturuar sa i përket punës së tyre matjes pronave në terren. Fillimisht është dhënë vetëm aksesi ose drejta ose marrëveshja është vetëm për pjesën e përmirësim përditësimit, pra saktësimin ose risaktësimin e pronave tashmë të regjistruara. Por duhet parë dhe duhet bërë një punë e mirë nga shoqata e gjeodetëve, duhet dhënë dhe duhet parë si vlerë shtuar dhe kur të bëhet analiza e kësaj marrëveshje, kësaj kontrate, që besoj do rezultojnë pozitive dhe përfituesi kryesor është agjencia në këtë rast, atë duhet parë nëse mund të shtrihet akoma bashkëpunimi edhe për fushët e tjera, qoftë legalizimit nëpërmjet bashkisë ose qoftë në një fushë tjetër siç është edhe regjistrimi fillestar.
Pra, ajo çfarë do të prodhohet përmes kësaj marrëveshje do të definoj më tej edhe curin e... Do t'i bëj një analizë, pas një periudhe të caktuar do të bëj një analizë. Sa është numri pasurinë? Po është me numra. Duhet parë, kur nuk e kishim këtë marrëveshje, kjo drejtoria e kadastres, e cila mbulon pjesën e përmirësimit të përditësimit, sa pasuri të tilla bënte në një vit? Pa marrëveshje me Gjeodetit, sa pasuri të tilla përmirësoj gjatë vitit që kishte marrëveshje. Duhet parë vlera shtuar. Nëse vlera shtuar është e konsiderueshme, ja vlen, nuk kemi pasur ankimime, ka lëvruar shërbime më shpejt tek qytetarët, atëherë pse jo edhe të rritet bashkëpunimi mes dy. Në finale është një inxhinier i licencuar, mbajnë përgjegjësi, njësoj si avokati në gjyq apo një akt ekspertimi që po ky Gjeodet e bën dhe ja dërgon gjyqtarit për vendimmarrje, pasi Gjeodeti ju dini mirë, pajtohen edhe nga gjyqtarët për të bërë caktimin e kufive, titujve të pronësisë, kufive fizik, domethënë të pjesës gjeometrike, dhe mbi bazën e këtyre gjyqtari lëshon një vendim gjykate që përkthehet në regjistrim nesër tek ASHK-ja. Duhet parë, e përgëzoj dhe uroj që të shkojnë shumë mirë kjo marrëdhënie mes dy palëve. Ndërkohë, sa i takon përmbushjes këtij procesi brenda fateve, ndoshta edhe për shkak se në mënyrë të vazhdueshme janë vënë edhe përcaktuara fate, edhe që ka ndodhur që asnjëherë nuk janë respektuar, duhet përligjur, justifikuar deri diku ajo pikpyetja që mund të ketë secili prej nesh në përmbushjen e tyre. I tillë është dha fati i ri që është vendosur për regjistrimin fillestar, i cili edhe në dokumentin strategjinë për afatmesme përcaktohet që i gjithë procesi së paku në 90% të territorit, pra procesi i regjistrimit fillestar, të përmbyllet brenda vitit 2026. Mendoni që do të jetë mundur dhe gjithë aktorët si në një farë mënyrë që kanë shoqëruar procesin do ta mundsojnë një gjë të tillë? Apo sërish do të ketë pengesa në finalizim dhe sërish do jemi përpara kushteve që duhet të rishqyrtohet afati vënë në dispozicion? Ky është një afat i cili nuk duhet të diskutohet më. Pra ka ardhur koha që të... Regjistrimi fillestar në Republikën e Shqipërisë duhet të përmbyllet. Dhe uroj dhe besoj që nuk do të shtyhet me ky afat, sepse shtyra këtij afati si të gjitha problematikat me radhë si toka të zaptuara, sepse janë toka pa zot pastaj ato kur nuk ka një dokument pronësie, investimet të munguara e tjera të kësaj natyre. Kështu që unë mendoj dhe besoj që duhet përmbyllet ky proces regjistrimi fillestar dhe pastaj të vijohet po me një plan pune me procesin përmirësim përditësimi, pasi prap kemi disa pronë të konsiderueshme në përqindje, të cilat kanë këto problemet fiktive, dhe është procesi përmirësim përditësimit, pikërisht kjo marrëveshje lidhur me shoqatën Gjeodetëve, e cila fillon dhe i shqyrton rast pas rasti, ose me blloqe kadastrale, varet si është bërë dhe marrëveshja, sepse praktikisht duhet të jetë agjencia e cila përcakton zonat që do të përmirësohen përditësohen. Zakonisht merret zonat urbane, zonat që kanë investime në proces, marrëveshja paktën përcaktonte që bësh me iniciativën e vet individëve që duan të në një farë mënyrë të zhvillojnë pronë natyre, se ky është termi i dur, pra të zhvillojnë, por e ndërmarrin këtë iniciativë, por fakti që bëhet fjalë për një përditësim të dhënave në blok, pra në blloqe kadastrale, duhet që të gjithë të jenë të angazhuar për përmbylljen, sepse po sa do të mundsohet një gjë e tillë, pra sa gati mund të jenë pjesa tjetër e komunitetit për tu bashkuar, duke qenë se ka edhe kosto. Të gjithë janë gati për të sistemuar pronën e tyre. Çdo njeri që sot posedon një titull pronësie dhe ka atë me probleme, është gati për ta sistemuar. Sepse ne kemi thënë disa një pronë pa sistemuar mirë ose me probleme ose me kufizime, nuk zhvillohet dot, nuk jepet për ndërtim, nuk lihet në bankë si kolateral, nuk shitet përpara noterit, nuk zhvillohet, nuk ndërtohet dhe ka vetëm problematika. Kështu që mendoj dhe besoj që çdo qytetar që ka një titull pronësie që me probleme ose me probleme fiktive, jo real, do të thënë, është më si lumtur që ta sistemojnë këtë pronë një herë e përgjithmonë. Ne muajt e fundit kemi parë që janë ndërmarrë disa nisma për të shkuar deri në fund këtij procesi, pra për të mbyllur kapitullin e të paktën për pjesën e legalizimit, regjistrimit të pronave, ku natyrisht
Një pjesë e rëndësishme janë tokat bujqësore të ndara me ligjin 1751, janë hipotekimi i pallateve pa leje, do të thënë janë regjistrimi i banesave të para 91-shit, oborret në përdorim, pra janë një kompleks çështjes të cilat janë në ngarkim të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Dhe sigurisht për t'i shkuar në fund, apo për të mbyllur këtë kapitull që është i lidhur me kadastrën dhe kontrollin mbi territor, se kjo është e rëndësishme. Sa kohë do kemi ndërtime pa leje, do jetë e pamundur që ne të flasim për një afat, le themi, apo një kohë zgjatje për një moshë të Agjencisë Kadastrës, sepse duket që do të jetë një institucion gjithkohës i hapur sa kohë vijojnë ndërtimet pa leje. Duhet të ndajmë pjesën e legalizimeve dhe pjesën e kadastrës. Kadastrës do të jetë e përjetshme. Kurse pjesa e legalizimit është për të parë deri kur mund të shkojnë ky ligj. Për çështjen e legalizimeve e kisha, sepse në mënyrë të vazhdueshme është kërkuar që të ketë një limit. Edhe duhet të ketë një limit. Edhe duhet të ketë një limit. Për vendosur rregulla standarde në treg. E qartë. Dhe për këtë në muajt e fundit ne kemi parë që janë ndërmarrë nisma të njëpasnjëshme për të avancuar, le themi, apo për të rritur ritmet e këtij procesi. Pam vitin e kaluar marrëveshjen që u firmos me bashkitë. Pra ishin bashkitë që po ashtu do të integrohen sa i takon procesit të legalizimit dhe do të bëjnë të mundur për shpejtimin e procesit. Nga ana tjetër pam një marrëveshje tjetër në fillim të vitit me gjeodetët. Pra duket që vetë agjencia nuk ka preferuar të rrinë në vend numëro, por po kërkon zgjidhje në mënyrë që të japi fund kësaj problematike. Çfarë gjykoni që duhet bërë tjetër që nuk është ndërmarrë deri tani, duke qenë se i njihni mjaft mirë pra këto çështje? Çfarë do të jepte puls këtij procesi? Unë mendoj që tashmë ka filluar një lëvizje. Ju vi përmendet marrëveshja me bashkinë është një lëvizje shumë e rëndësishme, sepse bashkia është më prezente tek qytetari dhe shkon më fizikisht tek qytetari se sa kadastra. Se kadastra detyrimisht ka ato domethënë limitet e veta, jo të gjitha aksesojnë etj. Kështu që fakti që u bë një marrëveshje me bashkinë është një vlerë e shtuar, por nuk duhet lënë vetëm në kuadrin e marrëveshjes. Duhet çuar përpara, duhen kërkuar afate, duhen kërkuar numra, duhet kërkuar produkt nga drejtoritë e krijuara pranë çdo bashkie në Republikën e Shqipërisë. Një kjo. E dyta është marrëveshja me gjeodetët, që fillimisht i është dhënë besimi. Të mbetemi pak te bashkitë. Në çfarë forme duhet kërkuar një gjë e tillë? Pra, të jetë detyruese që t'i veri përpara përgjegjësisë bashkit? Duhet të ketë një analizë 6 muajore, 1 vjeçare, siç bën analiza në çdo institucion. Nëse se një drejtori, pra një bashkie nuk ka performuar. Sepse zgjatja është 1 vjeçare. Nuk ka performuar. Duhet kërkuar llogari aty, sepse ka pafund produkt për të nxjerrë dhe për të bërë. Bashkia Tiranë ka filluar tashmë, ka krijuar dhe është operative kjo drejtori e cila ka filluar ndjenin time edhe bashkëpunimin me ASHK-n, kanë identifikuar edhe zonat me përparësi zhvillimi dhe është në punë sipër marrëdhënia mes tyre. Po kjo duhet nxitur, duhet ketë një vëmendje të shtuar, që besoj e ka tashmë edhe nga ministri i pushtetit vendor, dhe duhet pa rezultatin një analizë 6 muajore ku jemi dhe a jemi brenda pritshmërive. Para. E dyta, fakti që është bërë një marrëveshje për përmirësim përditësimin është një gjë shumë e mirë dhe do të thotë që ASHK-ja, drejtimi i saj është në përpjekjet e saj dhe brenda përshkrimit të punës praktikisht për të përmbushur kërkesat e qytetarëve për të pasur një pronë pa probleme. E treta, se përket nismës së fundit që ka një kërkesë nga ASHK-ja për të menaxhuar, për të bërë regjistrim fillestar të Alpeve të Shqipërisë, është prap një vlerë e shtuar ose një kërkesë, pra ASHK po tregohet agresive së fundmi për të përmbushur agresive për mirë. Për mirë, patjetër, sepse ka 3 marrëveshje të lidhura, për të përmbushur kërkesat e qytetarëve për të patur një titull pronësie pa probleme dhe lehtësisht të transaksionueshëm. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj atëherë. Besoj nëse donit na bashkoheni edhe në diskutimin tjetër lidhur me procesin e kompensimit dhe atë çfarë ka propozuar Partia Demokratike, duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve, jeni i mirëpritur. Ekspertiza ime është tek ASHK-ja, jam shumë komod tek pjesa e ASHK-s, për ASHK-n flasim ditë e natë, kurse për pjesën tjetër t'ja lejmë ekspertëve që do vinë pas pak në studio. Në rregull, unë ju falenderoj atëherë. Besoj do të kemi edhe raste të tjera. Faleminderit, kënaqësi që u kisha. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio.